Për ditë të tëra bërtima therrëse e foshnjës 5 muajshe e paralajmëronte një tmerr të fshehur. Mjekët e quajtun dhembëzim, por instinkti i nënës i thoshte se diçka e tmerrshme po ndodhte. Nëna Margaret, infermiere me profesion, u përpoq me çdo mënyrë ta qetësonte, derisa nga dëshpërimi vendosi të ndëronte Pelenën. Ajo priste ndryshimin e zakonshëm të Pelenës, por ajo që pa brenda saj e shikoi atë për gjithë jetën. Një gabim i tmerrshëm, prodhimi po kërcënonte jetën e vajzës së saj me imunitet të dobët. Kjo është historia tronditëse që do t'ju bëj të kontrolloni 2 herë çdo produkt për fëmijët. Pas disa përpjekjeve për të qetësuar foshnjën e saj, e cila kishte qarë pa pushim për ditë të tëra, kjo nën e dëshpëruar vendosi të kontrollonte Pelenën. Ajo priste një ndërim rutin Pelenash, por ajo që pa i dha shokun e jetës. Ndërsa Margaret Robbins ishte gati të fillonte larjen, një ulurim therrëse e bëri atë të ngrinte në vend. Një tingull ankimues plot, një lutje të dëshpëruar për vëmendje, jehoi në të gjithë shtëpinë e tyre. Ishte vajza e saj 5 muajshe Ana, e cila ishte vënë në shtrat vetëm disa minuta më parë. Margaret pshëritiu e raskapitur. Vajza e saj e vogël kishte qarë pa ndërprer prej disa kohësh tani. Nëna e re, e cila punonte si infermiere, vuri re se kjo kishte filluar rreth 3 ditë më parë. Atë natë voglushja Ana qau aq fort, sa që ajo dhe bashkëshorti i saj Matthew Robbins mesi kishin mundur të flinin. Ditën tjetër foshnja vazhdoi të qante, duke bërë pushime të shkurtëra për të ushqyer dhe fjetur. Kur të qatat vazhduan gjatë gjithë ditës, prindërit e shqetësuar kërkuan ndihmë mjekësore për një ekzaminim të plotë. Fatkeqësisht, mjeku nuk identifikoi asnjë problem shëndetësor, duke i atribuar shqetësimin e Anës pasojave tipike të daljes së dhëmbëve. Mjeku rekomandoi disa trajtime bazë masazhi dhe ilaçe për fëmijën, duke larguar Margaretin dhe Matthewn me sigurinë se ulurimi e vazhdueshme do të zbutet me kalimin e kohës. Fjalët e mjekut sollën një val lehtësimi për prindërit dhe ata u kthyen në shtëpi duke shpresuar për një ndryshim të vogël në humorin e Anës. Ata vazhduan të monitoronin vajzën e tyre duke i administruar ilaçet në kohën e caktuar të ditës. Sidoqoftë, me kalimin e kohës Margaret dhe Matthew nuk morën paqen dhe rehatin që u nevojitej. Ulurimet nuk u zbutën, përkundrazi, ata u bën më të forta. Së shpejti fjalët e mjekut shkaktuan pasiguri dhe dyshim në mendjen e prindërve. Ata kishin frikë se vuajtja e fëmijës ishte diçka më tepër se sa dukej në pamje të parë. Prindërit e dëshpëruar nuk e dinin se ky far dyshimi do t'i çonte ata të përballeshin me diçka krejtësisht tronditëse dhe shqetësuese. Pamja vajzës së tyre të vogël në dhimbje të vazhdueshme i solli Matthew dhe Margaretit kujtimet e largëta. Çifti u martuan vetëm një vit më parë dhe prisnin me padurim të fillonin një familje të re. Të sapo martuarit ishin të lumtur që imagjinonin të ardhmen me princeshën e tyre të vogël. Sidoqoftë, disa javë para se të lindte Ana, ëndra e tyre hasi në një problem të papritur. Pikërisht kur Margareti po e afroi 3 mujori i fundit i shtatzanis, Ana lindi para kohe. Lindja e saj erdhi si një befasi për Margaretin dhe burrin e saj, pasi ajo nuk pritej deri 5 javë më vonë. Edhe pse ardhja e papritur e foshnjës i kapi në befasi, ata ishin shumë të lumtur të mirëprisnin atë. Sidoqoftë, shqetësimet për pasojat e lindjes së parakohshme ende mbeten. Siç dyshonin mjekut, u tha atyre se foshnja kishte një sistem imunitar të dobët pasi e vëzhgoi për disa ditë pas lindjes. Mjeku këshilloi Margaretin dhe Matthewn të ishin vigjilent në lidhje me higjienën e vajzës së tyre, duke paralajmëruar se edhe një ftohje e vogël mund të dëmtonte shëndetin e saj. Ai shtoi se Ana duhej të kontrollohet rregullisht, duke theksuar nevojën që prindërit të merrin masa paraprake shtesë gjatë 6 muajve të parë të jetës. Tani, duke parë vajzën e tyre të shkret të qaj për disa ditë, zile alarmi filluan të binin në kokat e prindërve të ri. Instinkti i nënës i thoshte se diçka tjetër po shqetësonte vajzën e saj. Të hënën në mëngjes Margaret po përgatiste vajzën për vizitën e saj të radhës në spital. Nëna e re planifikoi ta çonte vajzën e saj për një kontroll rutin dhe të merrte një konsult me mjekun për t'u qetësuar. Pas një vaske të ngrohtë, Margaret ishte gati t'i vendoste Anës një pelenë të re, kur vuri re diçka të çuditshme. Një njollë e vogël, kafe spikatin në pëlhurën e pelenës. Margaret e shikoi me kujdes duke u pyetur se si kishte arritur aty. Foshnja e saj ende nuk kishte veshur pelen, pra çfarë është kjo njollë dhe si u bë aty? Ndërsa vazhdonte të ekzaminonte njollën misterioze, ajo vuri re njollat e tjera të shpërndara në të gjithë pelenën. Ajo i asolli shpejt këtë vëmendjes së Matthewt, duke pyetur nëse ai dinte se çfarë ishin njollat kafe.
Ata eksploruan substancën e çuditshme së bashku dhe shumë supozime rrotulloheshin në kokat e tyre. Sidoqoftë, kur e vërteta u zbulua, ajo I goditi ata si një ton tullash. Sytë e tyre u zgjeruan nga tmerri kur pan ata që ishin gati t'i vendosin vajzës së tyre. Aty, të fshehura në pëlhurën e butë të pelenës së anës, ishin copëza të vogla të mprehta si brisk, metali të ndryshkur. Margaret shpresoi se kjo pelen e veçantë të ishte I vetmi gabim prodhimi. Sidoqoftë, zemra I ra kur zbuloi më shumë metal në pelenat nga I njëjti paketimi I madh që Ana kishte përdorur. Nëna e dëshpëruar shpërtheu në lot kur kuptoi implikimet e këtij zbulimi të tmerrshëm. Ana kishte një sistem imunitar të dobët dhe meqense trupi I saj ishte ekspozuar ndaj këtyre copave metali të ndryshkur dhe jo higjienike, nuk kishte asnjë mënyrë për të parashikuar se si do të reagonte vajza e saj e shkret. Margaret pyeste veten se sa kohë voglushja Ana I kishte veshur ato pelenat të shkatruara dhe në atë moment e goditi një zbulim I tmerrshëm. Ajo kujtoi se shqetësimi I foshnjës kishte filluar menjëherë pasi ajo filloi të përdorte pelena nga ky paketim. Ata nuk mund të imagjinonin se një gabim nga një markë e besuar mund të rrezikonte shëndetin e fëmijës së tyre. Pas zbulimit të metalit, Margaret dhe Matthew nxituan vajzën e tyre në spital për ekzaminim. Margaret u lut për sigurinë e saj. Mjeku I tyre kishte përmendur se Ana mund të kishte marrë sepsë nga të qenit në një mjedis të ndotur dhe duke gjykuar se sa shpesh ja kishte vënë vajzës së saj atë set të shkatruar pelenash, nëna e shkret supozoi më të keqen. Ajo pyeste veten se sa prej këtyre pelenave kishin copa metali dhe pse nuk I kishte vënë re fare gjithë këto ditë. Një ndjenjë vet urrejtjeje mundonte Margaretin ndërsa fajsonte veten për vënien e vajzës së saj në një situatë të tillë. Për fat të mirë, për prindet e shqetësuar, Ana pësoi vetëm lëndimet të vogla në të pasmet e saja. Ajo nuk u dëmtua drejt për drejt pasi nuk kishte fragmente metali apo ndotës të tjerë në trupin e saj. Ndërsa ky ishte një lajm I mirë, Margaret ende po priste një vlerësim të mjekut për pasojat e mundshme shëndetësore për Anën. Për fat të mirë, mjeku kuroi vajzën 5 muajshe, duke siguruar prindet e saj se nuk ishte në rrezik të merrte ndonjë sëmundje. Margaret mori një pshërëtim të madh lehtësimi kur dëgjoi këtë lajm. Sidoqoftë, kur stuhia u qetësua, nëna e re u përgatit për diçka më serioze. Çifti paraqiti një ankesë kundër prodhuesit të pelenave. Orvajtja e tmerrshme e vajzës së tyre la një shije të keqe në gojën e tyre, kështu që ata kërkuan që kompania të fillonte një hetim për të zbuluar pse kishte copa metali në pelenat që ata blenë. Margaret dhe Matthew dërborën këtë hap të guximshëm jo për të kërkuar kompensim, por për të kërkuar transparencë dhe llogaridhënie nga marka të cilës I besuan aq shumë. Margaret dhe Matthew menduan se I ja detyronin këtë prindërve të tjerë. Çdo fëmijë mund të lëndohet, pavarësisht dobësisë së saj të dukshme. Vajza e tyre e bukur ishte me fat që I mbijetoi incidentit. Sidoqoftë, Margaret besonte se shumë fëmijë mund të ishin më pak me fat. Pasi lajmi për incidentin arriti në kompani, një zëdhënës lëshoi një falje publike dhe tha se një hetim ishte duke vazhduar për të shkuar në fund të çështjes. Për shkak të këtij hetimi, kompania u përmbajt nga komentet thelbësore mbi këtë çështje. Ky reagim disi I përmbajtur ishte ndryshe nga ajo që priste çifti I ri. Nëse jeta e fëmijës së tyre ishte në rrezik, ata besonin se I akuzuari do të vepronte shpejt dhe me delikatesë, siç e kërkonte situata. Sidoqoftë, edhe pas faljes, Matthew pohoi se kompania e kishte kontaktuar për të kërkuar kodin e prodhuesit për produktet e dëmtuara pa e pranuar në mënyrë të qartë ankesën. Të frustruar nga përgjigja e vakët që po merrnin nga agjencitë e themeluara dhe shitësit me pakic, Margaret dhe Matthew vendosën të rrisin ndërgjegjësimin në internet për rëndësinë e prindërve që të jetë veçanërisht të vigjilent në lidhje me produktet që përdorin tek fëmijët e tyre. Shumë njerëz në internet simpatizuan me prindërit e shkret, duke shprehur tronditjen e tyre për atë që ndodhi. Në një nga komentet, Margaret dhe Matthew hasën 2 çifte prindërish, fëmijët e të cilëve ishin lënduar nga elemente metalike në pelenat e së njëjtës kompani në javën e kaluar. Shpejtësia me të cilën ndodhen këto incidente të çuditshme ishin alarmante dhe në fund kërkoi që kompania të mbante përgjegjësi. Me kalimin e kohës, kjo histori u bë e vjetër. Është e paqartë nëse Robinson dhe palët e interesuara bën ndonjë lëshim pas dyerve të mbyllura. Sidoqoftë, postimet e familjes në media sociale tregojnë se ata e kanë kapërcyer sfidën.
Duke marrë parasysh se kjo familje nuk u përfshin në procese gjyqësore të gjata, kjo demonstron aftësinë e tyre të fortë për të shëruar, falur dhe për të vazhduar përpara. E vetmja gjë që kishte rëndësi ishte jeta e vajzës së tyre të çmuar, edhe ata arritën të shpëtonin atë duke kontrolluar shpejt në atë ditë fatale. Të dashur shikues, çfarë do të bënit nëse do të ishit prindërit e Anës? Ju lutemi na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo histori, atëherë bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim. Ky rrëfim na trondit duke zbuluar se edhe markat më të besuara mund të fshehin në rrezik. Historia e Anës ishte një kujtesë e ashpër se instinkti i prindit shpesh është më i saktë se diagnostika mjekësore. Ajo theksoi rëndësinë jetike të vigjilencës dhe nevojën e llogaridhënies nga ana e kompanive ku bëhet fjalë për sigurinë e fëmijëve. Tani, ju ftojmë të reflektoni. A do të ishit në reagim me ta, apo reagimi juaj do të ishte ndryshe nga i Margaritit dhe Matthewt? Cili mendoni se duhet të jetë dënimi për një kompani që rrezikon shëndetin e fëmijëve dhe çfarë masash paraprake shtesë merrni ju personalisht kur blini produkte për fëmijët tuaj? Na tregoni mendimet tuaja në komente.